që çdo vend i botës të kenë një ardhme të sigurt, një të ardhme për ne dhe për prezantant të ardhshëm. Duhet të kemi një sistem arsimor të drejtë, të fortë, profesional, dhe që fokusi kryesor t'jetë tek studenti, t'jetë tek mësuesi, dhe jo te doktrina dhe interesat politike të një sistemi të kalbur 36 vjeçar. Në vend që arsimi të vlerësohet për rolin e saj madhor në zhvillimin e Shqipërisë tonë, arsimi çdo ditë më tepër po kalbe dhe po i nënshtrohet një sistemi të qelbur nepotizmi dhe mashtrimi. Por ne nuk do e lëm arsimin në krop. Ne nuk do e lëm Shqipërinë në krop. Ne nuk do e lëm arsimin në dorë të politikanëve dhe tradhtarëve që në vend që t'investojë tek ardhmja, investon në interesi personal të tyre, si Skënderij Xhinushin, që e kemi qenë kohën e Xhaxhit dhe që edhe sot e kemi në Akademinë e Shkencave. Çfarë turpi mund kemi edhe Skënderij Xhinushin 40 vite, edhe si kote të veri, si kontra bizit dhe si sot. Daj kryuni, korit dhe shtypin i këta maskarele tradhtar, që jetën një anësin, që shpitua po shabisën, dhe që shkollat i lanë, pa fmi dhe pa mësus profesional. Prandaj, bashkohuni protestës, rini në këmbë,